Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës në listën e mbyllur Zamira Sinaj ka vijuar takimet me qytetarët e qytetit të Vlorës në disa zona të qytetit. Vlora nuk është thjesht një qytet bregdetar me një histori të lavdishme, por një qendër me potencial të jashtëzakonshëm për të qenë një motor zhvillimi ekonomik, kulturor dhe inovativ, thot Sinaj. Në çdo rrugë, në çdo bisedë me qytetarët, e ndjej energjinë dhe ambicien e Vlorës për të ecur përpara, për një ekonomi më të fortë, për një turizëm më të zgjuar, një arsim më të avancuar dhe një klim investimesh që nxit sipërmarrjen dhe mirëqenien. Angazhimi im është i qartë dhe i patundur, një Vlorë ku çdo biznes i vogël dhe i mesëm mbështetet për të lulëzuar, ku të rinjt kryejnë mundësi këtu, ku infrastruktura dhe teknologjia moderne bëhen shtyllat e progresit dhe ku trashëgimia jonë historike dhe kulturore kthehet në një avantazh strategjik për zhvillimin afatgjat. Politika e vërtet nuk është thjesht administrim, por vizion për një Vlorë që nuk ecën me ritmin e kohës, por e udhëheq atë. Kjo është përgjegjësia ime, kjo është sfida që marr përsipër dhe së bashku do ta bëjmë realitet, shprehet kandidatja Sinaj. Gjatë takimeve me banorët dhe bizneset e rajonit 3, kandidatja Sinaj është shprehur se Vlora flet qartë, më shumë vende pune, më shumë mbështetje për bizneset, më shumë kujdes për lagjet, në terren me njerëzit për zgjidhje të prekshme. Ndërsa në çdo rrugë, në çdo takim, në çdo biznes, do të jetë zëri i qytetarëve që do ta udhëheqë si deputete në Kuvendin e Shqipërisë pas zgjedhjeve të 11 majit.